Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të analizojmë situatën politike në vend, por edhe goditjet e SPAK-ut ndaj politikanëve të korruptuar, se kush e ka radhën pas Erion Veliajt, po ndërkohë do të flasim edhe për situatën politike sa i përket organizimit të partive politike, ku tashmë Partia Socialiste dhe Partia Demokratike dhe opozita në tërësi kanë ndezur motorët e tyre teksa vendi shkon drejt zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të 11 majit. Por çfarë do të prodhojnë këto zgjedhje dhe kush mund të arrijë të fitojë këto zgjedhje? A do të arrijë Edi Rama të fitojë mandatin e 4 apo do të bjerë nga qeveria dhe a do të kemi një rikthim të ish kryeministit Sali Berisha në pushtet, pra ai që quhet shpesh rikthimi i tretë, apo do të dështojë sërish? Gjithashtu do të prekim edhe aspektin e situatës gjeopolitike, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës po tërhiqen nga Europa, teksa ka dalë në skenë edhe opsioni i daljes nga NATO të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke lënë Europën përballë Rusisë. Dhe në këtë rast a rrezikohet Kosova, dhe nga ana tjetër a do duhet që Shqipëria të armatoset përballë një rreziku të mundshëm që mund të vijë nga Rusia dhe nga Serbia në rajonin e Ballkanit? Për t'ju përgjigjur të gjitha këtyre pyetjeve, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Gylsen Zhdllima. Zoti Zhdllima, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Zhdllima, kryeministri Edi Rama ka mbajtur një takim me drejtuesit politik të qarqeve ditën e sotme, pra takimi i tretë radhazi në këto ditë, ku është diskutuar për përcaktimin e listës së kandidatëve për deputet, por që ende nuk është vendosur asgjë, teksa në kryesin që do të mbahet, në mbledhjen e kryesisë që do të mbahet në 12 mars, pritet që të vendosen edhe listat e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste që do të shkojë drejt zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të 11 majit. Si mendoni, çfarë emrash do të përfshijë në këtë listë Edi Rama, dhe a do të kemi emra dinjitoz apo si gjithmonë mund të kemi edhe element të botës së krimit? Së pari duhet kemi parasysh se zoti Rama procedurat e tij që ndjek të mbledh Këshillin e Ministrave, të mbledh drejtuesit politik, të mbledh kryesin, është thjesht figurative, sepse zoti Rama këtu e 1 muaj e gjys i ka njerëzit që do të vendosin në lista, i ka kontrolluar vet, i ka filtruar vet, dhe madje do të kemi surprizë, se surprizat do të jenë qartazi kukullat e tij, njerëzit të cilët do të jenë në drejtimin e tij, dhe ai do të jetë i qetë që të jetë kryetari i Partisë Socialiste në mënyrë absolute. Procedurat që ai ndjek për të bërë përzgjedhjen dhe për të thënë që unë kam gjetur këta individ tek platforma deputet që duam, kjo është thjesht një fasad që të tregoj tek aplikantët që shikoni, unë nuk ju nënvlerësova, por e vërteta është që unë zgjedh dhe unë jam ai i cili do të përzgjedh çdo kandidat të mundshëm për zgjedhjet e ardhshme. Gjithashtu mos harrojmë faktin që disa nga kandidatët do të jenë 100% deputet për arsye të listës së mbyllur dhe të përqindjes që Partia Socialiste ka, që si është një parti e parë në rastin konkret, po referohemi të 2021 të zgjedhjeve. Nuk e dim çfarë do ndodhë në zgjedhjet e 2025-s, por edhe sikur të jetë partia e dytë, përsëri lista e sigurt do të bëhet deputet patjetër, sepse janë 46 deputet të sigurt. Duke referuar gjithmonë surprizave, ose më mirë të analizës aspektit kriminal apo të procedimit penal që mund të ketë ndaj tyre të kandidatëve të cilët janë në listat e Partisë Socialiste, ajo çfarë unë përshikoj që zoti Rama mund të bëjë një gabim dhe do të jetë përsëri gabim i pafalshëm, do të vendosi shumë drejtorë të cilët do të kenë sapet me drejtësinë. Do marrë drejtorë të cilët do të jenë në listën e mbyllur, do t'i bëjë deputet, të cilët pas një kohe të caktuar do t'i hapen disa dosje. Është një gabim i mundshëm që mund të ndodhi, por mbetet për të parë lista përfundimtare që do vendosë zoti Rama me datën 12 mars. Jo kryesia, jo Këshilli i Ministrave, jo Asambleja e Partisë Socialiste, Edi Rama ka firmën dhe vullën e tij dhe ai mban përgjegjësinë personale
për çdo lloj personi që ka vendosur në listat e sigurta, ashtu siç kanë qenë edhe në 2021-shin, por mos harrojmë një fakt. Zoti Rama nuk shkon për mandatin e 4. Zoti Rama shkon për mandatin e 2. Sepse 2013-2017 ka qenë në koalicion me Ilir Metën, 2017-2021 ka qenë i vetëm, dhe tani do të shikojmë në mandatin e 2, se unë kështu e them, të 2-tin ka, se vetë Partia Socialiste, a do të ketë ai mundësinë të vazhdoj një betejë kaq të madhe që mos të ketë asnjë plagosje apo vrasje politike brenda partisë tij, dhe mos të harrojmë faktin Erion Veliaj, sepse është një, do të thosha, një tragjedi e brendshme Partisë Socialiste, pavarësisht a na pëlqen apo jo, fuqia e Erion Velis në Tiranë është e dukshme. Për të mbetur pikërisht tek objektivat që kërkon të arrijë vetë kryeministri Edi Rama, por edhe Partia Socialiste në këtë aspekt, vetë Rama ka deklaruar në një replik që ka pasur me një nga komentuesit në rubrikën e tij Sy për Sy, se në 11 maj ai do të marrë 1 milion vota. Tani, sa objektive është një deklaratë e tillë, apo kryeministri Edi Rama është duke ndorruar ca si tepër? Mendoj se zoti Rama ka parasysh Tufinën dhe Sharrën, pra duke marrë të dy këto parcela të mëdha që kemi, bashkarisht edhe me militantë të Partisë Socialiste, pse jo mos të marrë 1 milion? Se normalisht shumica e popullsisë tonë ndodhet në Sharrë dhe Tufin, nuk është ndonjë gjë e pamundur. Pra një manipulim i mundshëm mund edhe të ndodhi. Në Shqipëri jemi, normalisht që zoti Rama mund të ketë shpresa të mëdha. Edhe sikur të ndodhi, përsëri do jemi në një fakt të rënd kriminal dhe do thoja elektoral, që nuk i falet Partisë Demokratike që mbylli listat duke penguar garën. Në rast se do ndodhi kjo, Partia Demokratike do të thotë që duhet të shikojmë dhe të hetojmë pse mori Partia Socialiste 1 milion. Por unë mbaj rezervat e mia që në datën 11 maj as Tufina, as Sharra, po as Tufinat e tjera nuk mendoj se do zgjohen për të shkuar, pra për të bërë një ringjallje. Sepse ne kemi parë rilindjen. Nuk e di, mbase zoti Rama beson tek ringjallja, pra katolikët dhe ortodoksët besojnë te ringjallja. Dhe nuk e di, mbase zoti Rama i ka tashuar vetes tij një hapësirë fetare te katolikët dhe te ortodoksët, mos gaboj që në 2025 festojnë bashkë, dhe mbase mendon që Sharra dhe Tufina do të ngrehen dhe do të shkojnë të votojnë, edhe të marrë Partia Socialiste pas gjithë këtyre skandaleve 1 milion votues. Le ta shikojmë, sepse çdo gjë është e mundur në këtë vend. Çdo gjë kemi parë që të jenë vjedhur, të jenë masakruar, të jenë grabitur, dhe në fund fare këta individ janë ende në pushtet. Në një replik tjetër me një nga komentuesit e tij, i cili theksonte se në 12 vite nuk ka bërë pothuajse asgjë, as rrugë, as shkolla, as spitale, kryeministri është përgjigjur se në këto 12 vite i ka hequr namin e zi që ka pasur Shqipëria. Kur shikoni këtë lloj përplasje të kryeministrit me ndjekësit e tij dhe qytetarë të tjerë të ndryshëm, cila është gjëja e parë që ju shkon në mendje? Së pari, a janë qytetarë të thjesht apo janë militantë që vendosin emrin e tyre dhe kryeministri jep përgjigje të stisura të vetat, ato që mendon ai që të përcjelli mesazhin e tij kundrejt çdo qytetari shqiptar, por edhe faktorët ndërkombëtar. Se mos harrojmë faktin që unë nuk jam kurrë dakord, por për shkak se lajmet e tregojnë, dihet që lajmet britanike flasin për një, do thoja, prezencë të shtuar të qytetarët shqiptar, të cilët janë të paraburgosur dhe të burgosur për krime të rënda. Italia, një vend tjetër, ka një listë shumë të madhe të paraburgosur, por edhe të burgosur shqiptar. Vendet e tjera të cilat, siç është edhe Gjermania, ka edhe ajo
shumë njerëz që janë shqiptar, pra të burgosur dhe të paraburgosur për vepra të rënda penale, gjithashtu dhe Belgjika, po ashtu edhe ajo ka një rekord të lartë me shqiptar të kësaj natyre. Tani nuk e di se si kryeministri i vendit thotë që pastroi ose pastron Shqipërinë me rrugë pa rrugë. Kjo është një gjë e cila për mendimin tim nuk ka një perceptim të qartë. Ai mund të thotë që unë jam i qartë me atë çfarë unë citoj, që populli të kuptoj atë çfarë unë dua të kuptoj, por jo, nuk është ajo që kryeministri Rama thot, sepse situata është shumë ndryshe dhe nuk është ashtu siç Rama e mendon. Rama mendon që spitali Nën Tereza plotëson gjithë kushtet, por Rama nuk e di që ne si qytetar nuk shkojmë tek spitali Nën Tereza për arsye se aty nuk ekziston ato që Rama mendon në trurin e tij. Prandaj ne shkojmë përballemi jo vetëm në spitale private, por përballemi edhe shkojmë jashtë shtetit, Itali, Greqi, Francë, Gjermani për të shpëtuar jetën tonë. Ndërsa Rama ka ende mendjen e tij sikur ai i ka bërë të gjitha mirë në këtë vend dhe asgjë nuk është keq. Më 8 mars Edi Rama deklaroi se kushdo që ha të tjerët pas shpine do të shkojë aty ku e meriton, duke u referuar sistemit drejtësisë. Duke lexuar këtë deklaratë në kontekstin e zhvillimeve të sotme, deri më sot kë ka ngrënë pas shpine Edi Rama dhe kë pritet të godas po pas shpine kryeministri? Kjo nuk ka ndonjë kuptim të qartë, sepse Rama mendoj se po i jep një mësim ose do të thoya një mesazh të qartë Erion Velis. Dhe Rama kur përdor këto fjali të gjëra dhe gjithë përfshirëse, nuk në kupton qartazi një individ, pra kur flet, por në mendjen e tij, pra në trurin e tij, ne do shkojmë të studiojmë trurin e tij, atë çfarë ka në mendjen e tij, është Erion Veliaj. Sepse Edi Rama, sapo Erion Veliaj u arrestua, të nesmen i shvajte në zyrë. Pra Rama e ka me Veliajn edhe thot tek të tjerët që kush bën diçka, normalisht rrugën e ka atje, sepse unë nuk mund të dal më dhe të mbroj individ të cilët kanë probleme me drejtësinë. Rama me mesazhin që i ka treguar dhe i dërgon Erion Velis, thot shumë qartë: unë të kam lëshuar, inshallah mos të lëshojnë Bushka dhe Xhafaj, sepse unë nuk kam çfarë të bëj. Duart e mia janë të lidhura përpara socialistëve dhe përpara qytetarëve, se unë nuk mundet një ditë të them unë themelova SPAK-un, unë isha iniciatori i SPAK-ut dhe të nesmen të bëjmë si Saliu, si Kneta, si Bufi, si fjalit e tjera që thot ai, që i pëlqejnë shumë. Por e vërteta është që Rama lëshon. Nuk e di a kanë kuptuar ata tek Partia Socialiste. Rama bashkëpunon me ty aq sa plotson interesin e tij. Po e plotsoj interesin e tij, nuk i intereson a ke qenë ministër, zëvendës kryeministër apo ish kryeministër, përderisa nuk i bëhet diçka tek oborri i tij personal, familjar, Rama nuk do ta di kush je ti. A ke firmosur ti në mungesë të porosit të Edi Ramës? Faji është individual dhe nuk është kurse si kolektiv për Edi Ramën. A ke dhënë ti leje ndërtimi? Është faji jot, kur i Edi Ramës. A ke marrë ti para me shokët e tu për të bërë sterilizimin? Nuk ka dieni Edi Rama, por çdo gjë e ka bërë ai që ka bërë ligjin me shokët e tij. A ka qenë një rrugë për të ndërtuar dhe drejtuesi i asaj kohe i ARSH-s gjeti shokët e tij dhe miqtë e tij dhe bëri diçka, por duke e ditur që po bëhet një rrugë dhe Edi Rama normalisht
nuk ka fajin Edi Rama, sepse përgjegjësia është e atij që zbatoi projektin. Pra Rama në çdo moment duket i pastër përpara qytetarëve dhe përpara socialistëve. Pse? Se socialistët kanë një natyrë të keqe. Çdo gjë dhe çdo faj në 2025-ën e ka Sali Berisha. Pse e ka Sali Berisha? Sepse pikërisht Edi Rama për socialistët është engjëll, është shenjtor, është edhe Zoti, por kurse si nuk është ai që i ka çuar njerëzit e vet përpara drejtësisë së tij. Pse e ka ndodhur kjo gjë? Sepse Rama është viktim, pavarësisht se mund të jetë autori i urdhrimeve të palishme dhe ata kanë zbatuar urdhra të palishme. Por ata nuk mund të flasin, sepse në rast se do të flasin, Rama i ka dhe letrat të tjetra A4 që i fundosin ata. Prandaj nuk flasin. Por ka një letër dhe ka një individ që Rama e ka frikë pavarësisht se si sillet. Ai quhet Erion Veliaj. Vetëm ai do të fundos Edi Ramën. Askush tjetër që e rrethojnë Edi Ramën. Dhe Edi Rama politikisht dhe juridikisht do fundoset nga Erion Veliaj. Pse? Se Erion Veliaj tha një fjali që asnjëri nga ju nuk e kanë marrë në konsiderat. Unë e kam marrë shumë në konsiderat. Nuk e kam lejuar asnjëherë nga vetja imi të ikë nga memoria. Tek Komisioni Inceneratorit të Tiranës. Çdo gjë që vendos firmë, jam unë edhe Edi Rama. Aty ku është Edi Rama, jam unë, aty ku nuk është Edi Rama, nuk jam unë. Kjo është një fjali e madhe, me plot kuptim dhe mesazhe, për cilë qartazi fjalin prapa shpine. Pra, në rast se inceneratori i Tiranës ekziston një mas sigurie ndaj Erion Velis, sigurisht që Erion Velia do thotë që jo, nuk jam vetëm unë që kam punuar pas shpinës së Edi Ramës, por kam qenë edhe unë që kam punuar pas shpinës së Edi Ramës, edhe Edi Rama që ka punuar pas shpinës së socialistëve të ndershëm dhe Partisë Socialiste. Si mendoni, kur do t'jetë momenti që Erion Veliaj mund të flasë me fakte kundër Edi Ramës? Mendoj se do t'jetë në gjykatën e lartë kur do të diskutohet ose do të gjykohet masa e sigurisë ndaj tij, sepse brenda kësaj jave do të kemi diskutimin e masës sigurisë, pra seancën e apelit, që do të shikojmë në rast se do të kemi një ndryshim ndaj kësaj mase. Unë mbaj rezervat e mia, sepse në të gjitha rastet, në të gjitha mënyrat, Zoti Erion Veliaj nuk mundet në asnjë moment të dalë nga burgu. Pse? Se pikërisht do plasi lufta brenda Partisë Socialiste, se gjyqtari i cili do të shqyrtoj masën e sigurisë, me njëherë hap luftë të brendshme brenda Partisë Socialiste dhe shpërthen reforma në drejtësi. Se gjyqtari ka qenë ai që ka futur në burg bashkëpunëtorin më të ngushtë të Edi Ramën, Sajmir Tahiri. Ai i hoqi nenin 59 për një kokainë, të lëshojnë me shërbim prove, për një shpërdorim të tyre, kjo është histori tjetër, dhe diskutojmë një moment tjetër, po thjesht ta hapim pak një si një klap të shpërdorimit të detyrës të ministrit për shkak të faktit jo penal, pra të përhapjes së krimit dhe jo në flagrancë të vetë ministrit u kapur me hashash në dorë, që ka shpërdorim të tyre. Vetëm në Shqipëri ekziston kjo praktik. Mbyllim klapat këtu. Pra, duke qenë në këtë situatë, unë mendoj që dalja e Erion Velis me firmën e gjyqtarit që futi në burg Sajmir Tahirin
ka plasur lufta e vërtet e idhur, e frikshme, e pa imagjinueshme për frikën ose tendencën ose situatën kaq shumë të rëndë që do jetë brenda Partisë Socialiste. Pse e rëndë? Se ti nuk mund të futesh një ish ministër të Edi Ramës në burg edhe të nxjerrësh një person që nesër në daljen e tij gjën kryesor që do të sulmojë do të jetë karriken e Edi Ramës. Pra, loja është akoma më e fortë. Dalja e Erion Velis nga qelia e bën Ramën të dobët, e bën Ramën të friksuar, e bën Ramën jo më viktim, por autor të shpëtimit të tij, sepse Erion Veliaj në një dalje të mundshëm do të marri karriken zvarr Edi Ramës, sepse ai ka qenë pretendent të bëhet kryetari i Partisë Socialiste. Dhe përderisa ka qenë edhe është ende në ëndrat e tij pretendent, Edi Rama nuk do të lejoj kurrë atë gjyqtar të punoj me dy standarde. Pra, nga njëra anë më fut një ish ministër në burg, kur ai nuk dënohet më shumë se 3 vite, edhe ti më nxjerr njërin i cili mund të dënohet dhe 27 vite? Ku e ke parë ti këtë gjë? Pra, çdo vendimarrje që do të marrim si në favor, në disfavor të Erion Velis, do të jetë një goditje e rëndë brenda Partisë Socialiste. Nga të gjitha rrethanat, Partia Socialiste merr pushtetin, nuk e merr pushtetin. Është e para apo e dyta në këto zgjedhje dhe brenda këtij 4 vjeçari që vjen, duke llogaritur nga shtatori dhe deri në 2029 do të shikojmë gjëra të pa imagjinueshme. Ato që pam brenda Partisë Demokratike ishin asgjë, por ato që do të shikojmë brenda Partisë Socialiste do jenë të tmerrshme. Si mendoni, çfarë do të shikojmë konkretisht në Partinë Socialiste me këtë situatë që e ka përfshirë dhe cila do të jetë pika kulmore që do të shërnojë edhe përplasjen e fortë mes radhëve në Partinë Socialistëve? Partia Socialiste do të goditet nga vetë personat ose më mirë nga vetë autoriteti vetë si subjekt politik nga persona që ka besuar Edi Rama. Belinda Balluku, Taoland Balla, personat të cilët kanë një mbështetje të hapur nga Edi Rama, janë persona të cilët do të kenë një përgjegjësi, por jo vetëm përgjegjësi politike, por edhe penale. Dhe këta individ normalisht kanë bërë klanet e tyre brenda Partisë Socialiste. Pavarësisht se klani tjetër Veliaj është jashtë momentalisht, por edhe ai punon. Një goditje e Partisë Socialiste do të vinte me fuqizimin e Partisë Social-Demokrate të Tomdoshit. Edhe kjo është një përpjekje për të goditur Partia Socialiste. Pastaj kemi rastin e brendshëm të Partisë Socialiste, ku janë individët të cilët janë në oborin e Erion Velis. Pra, Partia Socialiste do të jetë në një situatë të flakt, që brenda flakës sajt do të djegi shumë viktima. Dhe në fund fare, brenda Partisë Socialiste nuk do të mbizotrojë as Edi Rama, por as ata të cilët ne i kemi thënë emrat. Por do të vinë individ të tjerë, të cilët do të dalën dhe të shfaqen në opinionin publik që asnjëherë nuk kanë pasur përgjegjësi publike që të kishin mundësi të jepshin një mendim brenda Partisë Socialiste kur nuk e kanë qenë vetë pjesë e Partisë Socialiste. Por Partia Socialiste do goditet në këtë periudhë sepse
Fondacioni Soros nuk do të jetë kaq i fuqishëm për të ndërhyrë edhe politikisht, edhe juridikisht, por edhe në raport me ndërkombëtarët, pra me amerikanët, për të dhënë goditje brenda Partisë Socialiste. Prandaj koha Trump është një goditje reale për Partinë Socialiste, sepse linja Trump është 100% kundër Partisë Socialiste dhe partive të majta, po gjithashtu për ata të cilët kanë qenë pjesë me fondacionin Soros. Pra, në këto momente që flasim, kush ka qenë me Sorosin edhe Partia Socialiste do të goditet nga Trumpi, sepse pikrisht do të vi ajo fatura që e themi të gjithë, fatura politike që brenda Partisë Socialiste duhet disa individ të mbajnë përgjegjësinë e tyre politike. Dhe përgjegjësinë e tyre politike e mbajnë ata të cilët duhet të japin llogari. Dhe llogaridhënie nuk do të japin tek qytetarët e thjeshtë, por do të japin brenda vetes, brenda pazareve të tyre, brenda tradhtive të tyre nëpërmjet pazareve që kanë bërë në të shkuarën. Pra, aty do të jetë flaka, aty do të jetë fundi, aty do të jetë gremina e Partisë Socialiste. Pra, asnjëri nuk e thot, sepse ka frikë, se gremina ekziston brenda Partisë Socialiste. Dhe maja është brenda Partisë Socialiste. Dhe maja dhe gremina është në një vit të drejtë në Partinë Socialiste dhe ata pas njëri dhe tjetrit me radhë do godasin sepse burgu është për burrat që thot Pandelim Majko, por burrat nuk durojnë pa besim. Dhe do të vi momentin që një grua mund të bëhet si një burr që të thojë të vërtetën se do jetë në pikën e hallit, do jetë në problemin final, fatal për jetën e saj politike, shoqërore, ekonomike dhe familjare. Kush mund të jenë personazhet kryesore që do përplasen mes tyre për të synuar karrigen e kryetarit Partisë Socialiste, po ndërkohë edhe për të goditur vetë Edi Ramën? Është herët për të folur, sepse do të shikojmë listat e 12 marsit. Pas listave të 12 marsit, aty do kuptohet në rast se Rama ka rival politik apo rival penal, pra të pandehur, do marrin të njëjtën cilësi. Pra kush do të jetë më i forti në aspektin penal. Dërsa sot në aspektin politik nuk mund të flasim dot sepse kemi një problem. Duhet të shikojmë listat, duhet të shikojmë rezultatin e zgjedhjeve dhe duhet të shikojmë edhe shtatorin formimin e qeverisë së re, që të kuptojmë qartazi kush do të jetë personi që do të godasë Edi Ramën. Pse them duhet të presim formimin e qeverisë së re? Nuk thash a është Partia Socialiste, por unë them diçka tjetër. Edhe sikur të jetë Partia Socialiste, përsëri do të shikojmë Rama kë do vendosi. Por në rast se nuk do të jetë Partia Socialiste në pushtet, dhe do jetë një koalicion i gjerë, përsëri me largimin e pushtetit, armiku kryesor i socialistëve quhet pushteti. Pra, nuk ka nevojë kush do të jetë ai që do të marri stafetën nga Edi Rama, në rast se ai nuk do të jetë më kryeministër, por me ikje nga pushteti, me mënyrën se si do të sillen aktorët politik, dhe në momentin që pushteti largohet nga Partia Socialiste, në ato momente do të plasin rivalitetet. Në ato momente do dalin të palarat në shesh, në ato momente do dalin fikat, plumbat ndaj njëri tjetrit dhe ajo do të jetë gjëja më e rëndë në një parti politike siç është Partia Socialiste. Po sa i përket emrave të përveçëm, përmendim këtu Belinda Balluku, Taulant Balla, Elisa Spiropali, a kanë këta ambicie për të drejtuar Partinë Socialiste në një të ardhme të caktuar, apo do të jenë element që mund goditen lehtësisht nga Edi Rama? Së pari, këto figura nuk kanë personalitet. Së pari. Pra personalitet politik. Janë kukulla. Janë individ të cilët kur dalin recitojnë. Pra,
lider duke recituar, vetëm Lulbasha ishte. Nuk ekziston në asnjë moment që këta të kenë vetë personalitetin e tyre për të reaguar dhe ndaj një gabimi të Edi Ramës. Më falni, ku ka ekzistuar që Edi Rama të jetë në pushtet dhe të ketë dalë dikush nga këta dhe të thotë që jemi kundër vendimit të Edi Ramës? Ku? Nuk ekziston. Çfarë rivaliteti kërkoni? Rivaliteti ose leadershipi nuk shfaqet duke qenë zbatues projekti. Rivalin e vendos vetëm fondacioni Soros brenda Partisë Socialiste. I vetmi fondacion që vendos rivalitet e ka emrin quhet Fondacioni Soros. Për ata që asnjëherë nuk kanë besuar që Partia Socialiste, reforma në drejtësi, hulliqet nga një fondacion privat, dhe na këtu ne na shitet si amerikano-afrikan, kanadez dhe australian, që nuk është e vërtet, është do të thënë vjedhje të flamurit kombëtar të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra e gjithë kjo situatë që ne na shfaqet momentalisht është e kot. Kush do të jetë rival? A janë këto 2 individ, apo 3 individ, apo 4 individ? Nuk janë leadership. Dhe janë kuklla. Çfarë thot fondacioni? Ngejmë dorën, jemi dakord. Por çfarë thot truri dhe zemra në raport me të vërtetën? Janë UFO. Duke mbetur te aktorët politikë, kryesisht ata të korruptuar që janë goditur nga spaku, duket sikur prokuroria e posaçme ka rënë në qetësi që pas arrestimit dhe lënies në masën e arrestit me burg të Erion Veliajt. Si mendoni, kush do të jetë një nga figurat e mazhorancës që mund të goditet nga struktura e posaçme, qofshin ata ministra, kryetar bashkish apo dhe politikanë të tjerë të cilët mund të bie në rrjetën e spakut? Spaku nuk më ka rënë në qetësi. Spaku përpunon dhe punon. Pra, në kohën kur u bë masa e sigurisë ndaj zotit Veliaj, spaku po punonte me rastin e Benet Becit, kryetarit Bashkisë së Shkodrës. Janë sekuestruar telefona në zyrën e tij, po jo të atit momentalisht. Por ai pas një kohe ka vajtur brenda 30 minutash, ka dorëzuar telefonin e tij. Tani, kush nga 2 telefonat, kjo është në varësi të spakut të kuptoj a është telefoni vërtet, apo është një telefon momental që ai e ka dorëzuar sikur është e vetja. Por edhe sikur të kemi këtë rast, normalisht nga telefonat e personave të tjerë të përfshirë në erdysime të korruptive, normalisht do të shikohet qartazi a ka qenë telefoni vërtet që është dorëzuar apo një telefon tjetër për të fshehur provat. Por kjo nuk do të thotë që ndaj tij nuk do të ushtrohet një, do të thojë, kërkesë në arrest në burg. Patjetër që do të ushtrohet, për arsye sepse në rastin konkret ai dyshoj që ka tentuar të fshehë një provë të hetimit që është telefoni i tij. Një kjo. 2. Problemi fatal që edhe ata të spakut kanë kuptuar diçka që është problem, është një foto që ka dalë me qëllim nga vetë Benet Beci për të treguar te kryeministri Rama që unë spakun e kam, pra ti do të mbështesësh mua sepse kam takuar Arben Krajën, shikoni foton. Foto tregon të gjitha. 2, që unë nuk kam asnjë problem me spakun, sepse në fund fare kam Arbenin dhe unë do ta zgjidh muhabetin. Po kjo nuk është e vërtet. Dhe e treta, ai në rast se do të pyetet publikisht, po asnjëherë nuk ka thënë spaku dhe nuk ka dhënë një reagim për këtë foto, e dini ju
që ai edhe ata nuk do të shprehen kur për procedime dhe do të thënë ne kemi folur si kryetar bashkie me një tifoz të Vllaznisë që është Arben Kraja. Imagjino mua si avokat të takoj një prokuror në një lokal luksoz edhe të flasun për sportin me prokurorin, që prokuroria e përbër nga 20 prokuror më heton mua dhe unë të takohem duke fol me atë për sportin. Tani, nuk e di. Nuk e di si e mendoni ju, por unë e mendoj shumë ndryshe. Në këto 3 fakte, kuptohet qartazi që do t'ishte ai personi që do t'ishte arrestuar para Erion Velis, por çfarë të bëjmë që prokurori Dado ishte më i shpejt se prokurori që po heton Benet Becin. Unë jam i bindur që në çdo moment do të kemi arrestimin e Benet Becit. Pse arrestimin e tij? Sepse Spaku nuk mund të krijojë një precedent tjetër që një kryetar bashkie po nga radhët e Partisë Socialiste i transferuar, sa i ka qenë me PD dikur, po në radhët e Partisë Socialiste, nuk mundet ta vendosim detyrim paraqitje, sepse në rast se kemi Erion Velin brenda, Erion Veli do bëhet më i egër, se do të tregoj gjëra më shumë për Benet Becin dhe do të kemi 2 kryetar bashkie që njëri mund të jetë me një standard tjetër dhe tjetri do jetë me një standard tjetër. Po kjo nuk duhet të ndodhë, sepse pikrisht Partia Socialiste tha këtë gjë. Nuk mundet Erion Veli të jetë detyrim paraqitje dhe Benet Beci të jetë arrest në burg, dhe nuk mundet të kemi Erion Velin arrest në burg dhe Benet Becin detyrim paraqitje. Është e paimagjinueshme kjo për Partinë Socialiste. Prandaj edhe Erion Veliaj dhe Benet Beci do të jenë të 2 arrest në burg, sepse duhet të krijohet praktika dhe duhet të kemi precedentin e dur që don Partia Socialiste. Pa u futur në themelin kush nga të 2 është më shumë i korruptuar dhe kush nga të 2 është më shumë dhe konkuron nga njëri tjetri. Por ne duhet të marrim në konsiderat të gjitha këto faktet që na bëjnë që Erion Velia ka qenë në procedim penal dhe Benet Beci në procedim penal. Në të njëjtën kohë dhe në të njëjtën mënyrë është bërë procedimi ndaj tyre. Që do të thotë nuk na intereson a ka qenë kryetar bashkie kur ka bërë korrupsion. Nuk na intereson a ka qenë drejtori i zhvillimit shqiptar kur ka bërë korrupsion. Na intereson procedura, procedimi, procesi dhe vendosja e masës së sigurisë ndaj Benet Becit, që nuk mund të jetë ndryshe nga Erion Veliaj, se kush e duron Erion Velin që vetë në burg dhe Benet Beci jashtë detyrim paraqitje. Është e pa imagjinueshme për Erion Velin ky rast. Dhe pastaj është diçka tjetër që asnjëri përsëri nuk e ka kuptuar. Foto Benet Beci, Arben Kraja, çfarë tregonte? Tregonte takimin. Nuk na intereson tek takimi çfarë u diskutua, se të gjithë do thojnë u diskutuar për vllaznin, por nuk është e vërtetë. Por ajo çfarë ne na intereson të dim si qytetar, përse një kryetar bashkie duhet të takojë një prokuror, por akoma më mirë duhet të kuptojmë pse një prokuror duke e ditur që brenda prokurorisë së tij ky po hetohet takon një kryetar bashkie që është në hetim. Është konflikt interesi. Është ndikim i palishëm. Pse? Se ti si prokuror mund të ushtrosh një mendim ose të japësh një mendim te një prokuror brenda. Por çfarë mesazhi jep te qytetarët shqiptar që kjo drejtësia çeka selektive dhe çeka me standarde? Por ama kjo foto na tregoi qartësi që dikush po mbron Benet Becin. Por ai na doli, na u shfaq. Por tani duhet patjetër të ndërhyj dumani
dhe të marri jo vetëm dosjen, kush e ka dosjen për Mehmet Becin, edhe që mos të jetë i selektim, do të detyroj prokurorin që të vendosi mas sigurie ndaj Mehmet Becit arrest në burg, sepse Dumani po sakrifikon jetën për të dhënë drejtsin, ashtu si që mendojnë ata, por e vërteta është që tek ajo foto duket qartazi çfarë ndikimi që Mehmet Beci të trajtohet ndryshe. Por Dumani nuk do ta lejoj që kjo foto të trajtoj Mehmet Becin ndryshe. Prandaj jam i mendimit dhe me provat jo vetëm të tanishme, por edhe provat të tjera që kemi parë, si tjetërsim prone, si ndikim të palishme ndaj personave të tjerë që janë në kadastër, në aluizën, në institucionet të tjera, për të bërë prishje të palishme në objekte dhe në vendet të tjera të Shkodrës, por edhe duke punuar me institucionet të tjera për të mbledhur vota për Partinë Socialiste në qarkun e Shkodrës, dihet që Mehmet Beci do të përfundojë në burg. Dhe atëre Partia Socialiste dhe Edi Rama do t'i thotë që përgjegjësia është individuale dhe jo kolektive. Duke qëndruar te këto emra të mëdhej, siç thatë ju, Mehmet Beci në radhët e mazhorancës, a mendoni se SPAK mund të godas emra të tjerë po kaq të rëndësishëm, saqë mund të trondisin edhe zgjedhjet e përgjithshme parlamentare që do të mbahen më 11 maj? Në rast se do të kemi arrestime të tilla, unë mendoj që do të shkojmë në një qeveri teknike, sepse do kemi vakum tek pushteti. Dhe në rast se kemi vakum tek pushteti, nuk do të kemi siguri publike. Pra, në rast se arrestohet Ervin Hoxha, ministër i Brendshëm, Rama mund edhe ta zëvendësoj. Po në rast se të arrestohet Tauland Balla, të arrestohet Benida Balluku, të arrestohet Mehmet Beci, të arrestohet Damian Gjiknuri, të arrestohet kush tjetër, se këta janë edhe shumë, edhe këtë vendosësh parë ngel edhe Hatri, po gjithsesi s'na intereson, të arrestosh edhe në fund fare Edi Ramën, i bie që do kesh vakum pushteti. Dhe ky vakum pushteti është e sigurt që do të ketë një ndikim edhe te SPAK-u. Pra nuk mendoj që këta individ do të goditen direkt, por këta individ është e sigurt që do të goditen. Në një formë apo një formë tjetër, kjo është e sigurt. Por a kemi një opozit të qëndrueshme që në rast se do të vinë në pushtet nuk do të bëjë një shkatrim të situatës politike, por edhe të vakumit? Thjesht një kujdes të vogël. Kush është plani i SPAK-ut në raport me këto goditjet që bën? Ashtu siç e mendoj unë, thjesht pa asnjë ndikim. Goditja e Erion Velis erdhi për të matur dhe për të dëgjuar opinionin publik, politikën shqiptare, Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike. Për partitë e tjera nuk intereson fare. Erdhi për të ulur të dy subjekte politike në tokë dhe duke i vendosur këto subjekte dy politike të barabartë me njëra tjetrën, pavarësisht pushtetit. Pse u bë kjo? Sepse goditja ndaj Erion Velis ishte matja e pushtetit e Partisë Socialiste nga Edi Rama dhe matja e fuqisë për të përtypur apo për të përkthyer goditjen e SPAK-ut në raport me një fitim të mundshëm të Partisë Demokratike në aspektin elektoral, por jo pavajtur në kutinë e votimit. Sot Partia Socialiste dhe Partia Demokratike me goditjen e Erion Velis është e barabartë, pa shkuar në kutitë e votimit. Në një goditje të mundshme në të dy palëve, pra edhe majtas edhe djathtas, në të njëjtën kohë, çfarë bën SPAK-u? Bën diçka që asnjërit nuk i ka vajt në mendje. Dhe do ta them pikërisht te ty, sepse tek asnjë person nuk e kam thënë.
Mesazhi. Doni të na shkrini, do ju coptojmë. Doni të na vendosni standarde, do ju nxjerrim shpirtin. Doni të bëni rishikim, do ju bëjmë gjëmën. Sepse ne jemi prokuror, 20 këtu, rrim 9 vjet, ju kemi kërkuar na zgjatni mandatin, nga 9 na leni derisa dalim në pension, ju nuk ne zgjasni mandatin. Ne tani do punojmë. Doni të punojmë ashtu siç duam ne dhe duke respektuar ligjin, e kapëm Erionën brenda. Doni të punojmë duke zbatuar kushtetutën, e kapëm Belën brenda. Do bëni rishikim ju? Po ju tjetër do bëni çfarë shkrirje? Po ju tjetër çfarë standardi doni? Kapëm Taulandin. Po çfarë doni tjetër të bëni ju? Se nuk e kuptova. Do na zgjasni mandatin apo jo? Kapëm Benetin. Kë do ta zgjasni mandatin? Kapëm Gjyknurin. Pse kapen këta? Se janë pa gjë? Jo, se pikrisht brenda vetes ka ndodhur tradhtia. Sepse kur kanë qenë mirë, kanë qenë duke vjedhur me njëri tjetrin. Kur kanë prishur pazaret, është prishje pazari ai. Dhe normalisht logjika do çon ty që kur kemi prishje pazari, ata çfarë kanë bërë? Kanë sekuestruar telefonat e tyre, kanë kapur që këta kanë bërë vepra penale, sepse këta nuk e kanë pas iden çfarë është vepra penale, dhe në fund fare janë arrestuar. Dhe tani Spaku don të mbroj veten e vet. Pse? Mesazhi që asnjë se kuptoi ishte: a dilte ndonjëherë Altin Dumani dhe gjyqtari Erion Bani me Bashkimin Evropian në konferencë? Jo. Para se të vinte Trumpi. Po ka parë ambasada amerikane, flamuri amerikan, këta nga mrapa, Amerika përpara. Por sapo Trumpi tha bye bye Soros te USAID, Obdad e të tjerë në shtëpinë tuaj sepse Amerika nuk jep më qyl para, dhe sapo ambasada amerikane doli në deklaratë dhe tha no lek, no money, no lefta, tha. Pas njerë se kuptoj. Që do të thot, tha lek nuk japim më verbërisht, nuk besojmë më tjetër për nga bukuria ju e jashtme. Që do të thot, Dumani, Bani, Dado e të tjerë në prokurorinë e posaçme nuk janë në luftën e asaj që themi për një drejtësi të bukur europiane. Jo, janë në luftë për karrierën e tyre, që mos shkojnë të bëjnë azilandja shtetit, punojnë në një mekanizëm të mirë që i janë dërguar kur është prish pazari nëpërmjet tyre duke vjedhur popullin shqiptar. Veprat penale i kanë aty, dhe në momentin që vjen orari, fillojnë edhe luftojnë. Po kjo nuk do të thotë që Spaku që ka shumë profesional. Por kjo do të thotë që politika jon është kaq e ndyrë që në vend që të bëhet politik në parlament, këta do shkyjnë njëri tjetrin duke u shkyer të gjithë prokurorët që të rrinë dhe të qëndrojnë atë prokurori, për mirë apo keq, sepse këta pikrisht kanë bërë gabimin fatal duke ikë nga parlamenti në prokurori, me këmbët e tyre, me duart e tyre. Prandaj Spaku e ka matur mirë situatën dhe çdo goditje e fortë e nivelit të lartë, të mesëm dhe të ulët do bëhet me përqendrim të qartë, vetë mbrojtje, si për Spakun, ashtu dhe për prokurorët. Dhe kjo do të bëhet për të treguar jo që ne duam ndryshim rotacion, ne duam që në rast se PS dhe PD prek kushtetutën, mos na prek, se në rast se do ta prekin kushtetutën, edhe deputet që do t'jenë vetë ata, sigurisht që ne do t'i arrestojmë në flagrancë.
sepse flagranca është tek vendimi i gjykatës kushtetuese kur legjitimon prokurorin në çdo moment edhe të ndalojë një politikan, një deputet e ta vendosi detyrim paraqitje për një procedim penal. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se kryeministri Edi Rama në zgjedhjet e 11 maj do të jetë i pandehur në SBA dhe jo kandidat për kryeministër dhe se do të ketë një sër procese gjyqësore dhe një ndër to është ajo e aferës ish agentit të FBI-s Charles McGonigal. Gjithashtu ka theksuar se mund të ekstradohet për në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nisur nga ekspertiza juaj, si mund të realizohet një procedurë e tillë e ekstradimit të Edi Ramës në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po të kemi këtu dhe parasysh precedentin e Noriegës? Së pari, unë mbaj rezerva nga deklaratat e zotit Berisha, për arsye se zoti Berisha dhe zoti Rama në momentet më të vështira dhe kardinale për qytetarët shqiptar, rasti Gërdeci, kanë bërë një marrëveshje për të mbrojtur njëri tjetrin dhe për të rritur pozitat brenda partive tyre respektive. Pra, fjalia ekstradim për mua hiqet dhe nuk hetohet fare në aspektin procedurial, a do ta marrin me makina dhe ta fusin brenda, edhe ta fusin në një avion të fshet, edhe ta çojnë si paketik ose paketim në Amerikë, për mua as më intereson fare, sepse po në datën 11 maj 2025 Partia Socialiste, Partia Demokratike janë parti të para, do të thotë që kanë edhe fuqinë ligjore që të heqin dhe ekstradimin, të bëjnë çdo ndryshim që mos të jetë e mundshme asnjë ekstradim për ata. Është parë edhe në rastin më flagrant të 21 janarit, kur Edi Rama harroi në një moment videon korrupsionit asaj kohe të Ilir Metës dhe bëri bashkëqeverisje me Ilir Metën. Dhe gjykata e lartë i dha pafajësi Ilir Metës. Edhe kur gjykata e lartë i dha pafajësi, Edi Rama me një prill vajti bëri koalicion në 2013 për të bërë kryeministër i Shqipërisë. Pra, në këto dy fakte, Gërdeci dhe 21 janari kanë një ngjarje më të rënda që kanë ardhur si pasojë të një marrëveshje politike dhe ju më vini këtu në 2025 edhe më thoni deklaratën e zotit Berisha. Po ajo deklarata tjetër që nuk i bindemi gjykatës kushtetuese, por për arsye se do të kishim bërë një parcelizim të karrigeve të deputetit, ju bindëm gjykatës kushtetuese duke bërë ndryshime në datën 26 korrik 2024 në mes të verës dhe ti në mas siguri arrest në shtëpi, kur një drejtësi ishte korruptuar, e kapur dhe të gjitha këto, dhe ju më vini sot mua dhe më bëni pyetje për sa i përket ekstradimit. Të tallemi ne me qytetarët shqiptar, se do Saliu dhe Edi Rama të tallemi ne me popullin shqiptar. Ore, duhet kemi parasysh diçka më popull, se unë këtë nuk kuptoj. Ju mendoni që ne flasim edhe kundër Saliut dhe kundër Ramës për arsye politike dhe mendoni se po i bëjmë fres njëri tjetrit. Tjetër është në rastin një procesi penal që ndiqet ndaj një individi, le të jetë Sali Berish, le të jetë Ilir Met, le të jetë Edi Ram, normalisht që themi prezumimi pafajësisë është ana profesionale. Por ne nuk mundet të marrim si të mirëqen ekstradimin e Edi Ramës, sepse thot Sali Berisha. Dhe nuk mund të marrim të mirëqen antarësimin në Bashkimin Evropian brenda 2027-s, sepse thot Edi Rama. Dhe ku ne ndërkohë në Fryrëfer nuk kemi qumësht, jo më të kemi në Guzhip buk. Të besojmë Edi Rama dhe Sali Berishën që një pensionist me 100.000 lekë. Për çfarë ta besojmë? Të besojmë Edi Ramën që vajti në kohën kur kemi zgjedhje dhe bashkë me Sali Berishën bërën nga 75 ditë
50 dita fatin e kodit zgjedhor. Marrëveshje. Edhe të besojmë Edi Ramën dhe Sali Berishën për ekstradimin. Po më falë, me kë po tallemi? Me veten tonë. Prandaj duhet i them çdo qytetari, majtas djathtas, me parti pa parti. Parsore është pjesëmarrja në zgjedhjet parlamentare për të goditur dyshen e tmerrshme. Berisha dhe Rama kundrejt popullit shqiptar. Militantët e PD-s dhe PS-s jam i bindur që nuk e duan ta dëgjojnë sepse e dim shumë mirë. Bukë e krip të kenë në shtëpinë e tyre, rëndësi ka partia, po kjo nuk na intereson. Ata të shkojnë në djallë. Ata të shkojnë atje ku e meritojnë, ku i çon kryetari i partisë. Ne qytetar të shikojmë të drejtën, të vërtetën dhe të shikojmë Shqipërinë. Duam të jetojmë në Shqipëri? Po. Fëmijët tanë duan të jetojnë në Shqipëri? Po. Në rast se nuk janë kushtet, ne kemi në dorën tonë ndryshimin, rotacionin me votën tonë. Mos ngjoni pralla që ju thonë që çdo gjë është e paravendosur, sepse po të ishte e paravendosur nuk do të bien te telefoni, as do të trokiste PS dhe PD-ja për votën. Se pikrisht ata e bën me qëllim. Atere kur nuk duan që ju të jeni pjesëmarrës, atere nuk ju llogarisin, por atere kur ata duan, trokasin nga momenti në moment. Prandaj mos i besoni fjalit ekstradim, arrestim, Trumpi, Bideni, sepse ata e bën me qëllim që ju të hiqni përqendrimin tuaj dhe të thoni përderisa do ta ekstradojnë, pse ne mos ta votojmë, ose anasjetas që ta votojmë. Prandaj unë them, nuk ka procedurë përveç asaj që është më ekstraduese. Vota. Ajo ekstradon në shtëpinë e tyre çdo politikan të korruptuar. Ajo ekstradon jo në Amerikë, jo në Hag, por në bodriumet e shtëpive të tyre. Ata që për 34 vite na kanë dhënë papunësi, varfëri, diskriminim, padrejtësi dhe mizerje në shumë aspekte të këtij vendi që duhet ishte Zvicra e dytë, Danimarka e dytë, Norvegjia. Çfarë të them, shtet tjetër që është shumë i disiplinuar. Dhe ne ende sot flasim për ekstradimet. Edhe vetmi ekstradim është vota. Dhe them me përgjegjësi të plot. Dyshja PS-PD, dyshja Rama Berisha ekstradohet jo në Amerikë, por në çdo vend vetëm me votën e qytetarëve shqiptar. Zoti Zhlima, si e gjykoni koalicionin e ndërtuar nga kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, të cilin e ka quajtur Shqipëria madhështore, duke kopjuar në një farë mënyrë edhe sloganin e Donald Trump përgjatë fushatës së presidencialeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe sa gjasa ka që ky koalicion të fitojë përballë Edi Ramës më 11 maj? Emri i koalicionit është një emër i cili për mendimin tim u deshte shumë të studiohet dhe patjetër të konsultohet. Emri duhet kishte kaluar në primare. Pra mund mos ishte ky emër, të ishin dhe emra të tjera dhe në fund fare antarësia ose koalicioni i gjerë të kishte vendosur. Bashkëbisedimi me subjekte politike që nuk kanë elektorat, po thjesht kanë një vull dhe kanë një kryetar, nuk të bën fitues, sepse fitues të bën vota, normalisht të bën edhe pjesëmarrja e kryetarëve në jetën publike. Pra, nuk mundet ne të kemi një kryetar partie i cili mund të jetë në TikTok ose të jetë në video që të kuptojnë në mënyrë negative në disa aspekte, dhe ta kesh kryetar të koalicionit dhe madje akoma më e tmerrshme të kesh kryetar partie në koalicion që kanë ndjekur në
18 mandatet, nuk kanë marrë pjesë në zgjedhjet lokale dhe kanë qenë minues si demokracisë dhe më të miqosh mua në aleancën mallështore për Shqipërinë. Është e paqartë për mendimin tim kjo gjë, sepse unë nuk mund të pranoj individ të cilët nuk kanë as 1000 vota në veten e tyre, jo më të pranoj unë individ të cilët kanë një prezencë të vogël në media, po ose të pranoj individ të cilët nuk kanë fare prezencë mediatike. Emri nuk më jep të kuptoj fitore, emri më jep thjesht që unë të kuptoj nga aspekti numërik elektoral që do të kemi disa të ulje apo do thoya disa mospëlqime, sepse kemi pa edhe rastin që shumë demokrat janë të zhgënjur se është Partia e Lirisë pjesë të kësaj mallështore të madhe, dhe përveç kësaj kemi edhe një individ të tjerë siç është Kujtim Gjuzi, siç është ai pensionisti që të garanton tek Sali Berisha 25.000 vota, të paqena 25.000 vota të japi dikush i cili në subjektin e tij mund të marrë 270 vota, një tjetër mund të marrë që është pap aty 801 vota, një tjetër të marrë diku te 1400 vota dhe të garantojnë publik 30.000 vota, të garantojnë në publik 70.000 vota, dhe ndërkohë në shkallë vendi në 2023 të ketë këto shifra në zgjedhjet lokale, në këshillat lokal, që normalisht aty duhet të kesh shumë, mos të kesh pak, dhe të bësh koalicion në këtë emër dhe sa madhështor do të jetë në raport me fitoren, mbetet për të parë me datën 12 maj, sepse do numërohen votat dhe do dali madhështoria e humbjes apo e fitimit. Po në rast se është e fitimit, çfarë konkretisht fitimi? Fitimi bashkëqeverisje me Partinë Socialiste apo bashkëqeverisje me një parti tjetër që duhet ta kemi si gomardare për të bërë formimin e qeverisë? Sepse me këtë koalicion nuk kemi Partinë Demokratike me 71 mandate plus. Do të kemi një parti demokratike që nuk do të marrë 71 mandate. Gjithashtu mendoj dhe Partia Socialiste nuk do të marrë 71 mandate. Por madhështia e prezencës së partive me vull kryetari dhe jo me antarësi dhe jo me vota më le shumë të dyshoj për rezultatin e mundshme në zgjedhjet e 2025-s. Brenda këtij koalicioni janë edhe dy parti tjera, siç është ajo e Vangjel Dulës, PBD-ja pra Vangjel Dulës, por edhe PD-ja e Shpëtimi Drizit, teksa ky i fundit ka theksuar që është duke negociuar ende me Partinë Demokratike sa i përket përfshirjes në këtë koalicion dhe kërkesave që ai ka sa i përket çështjes së shqiptarëve të Çamërisë, por edhe përplasjes me Vangjel Dulën sa i përket çështjes së Fredi Belerit. Si mendoni, si mund të qëndrojnë këto dy forca politike antagoniste me njëra tjetrën në këtë koalicion dhe sa mund ta rrezikojë këtë koalicion që të përçahet? Së pari, unë do përgëzoj dy subjektet politike. Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet, që i përket komunitetit Çam, dhe Partia e të Drejtave të Njeriut që i përket komunitetit grek. Pse e bë këtë gjë? Sepse Partia Socialiste nga 2013 deri më sot ka bërë vetëm propagandë si për komunitetin Çam, ashtu dhe për komunitetin grek. Dhe ka tentuar të degeneroj, të shuaj imazhin, historinë e këtyre dy subjekteve politike të cilët kanë një trashëgimi, pra ka një komunitet, ka një grup që mbështeten. Është e drejta e gjithkujt, e çdo personi që të ketë bindjet e tij fetare, politike, origjinës së tij, të ketë pretendime. Pretendimet nuk do të çojnë në luftë. Pretendimet mund të çojnë edhe në paqe. Pretendimet mund të çojnë edhe në marrëveshje.
Pretendimet mund të qenë edhe negociata. Pretendimet mund të japin rrugëzidhje për çdo problem që mund të kenë komunitetet të ndryshme në Republikën e Shqipërisë. Kjo gjë që ka sjell dy subjekte politike që kanë kundërshtimet e tyre në aspektin historik, nuk i bën kundërshtar në aspektin e pushtetit, sepse pikërisht këto dy subjekte politike në marrjen e pushtetit do tentojnë që të zgjidhin këto probleme nëpërmjet dialogut. Më fal, nuk ekziston zgjidhja e këtyre problemeve nëpërmjet atërmbetjes apo konfliktit, sepse nuk do kesh rrugëzidhje, sepse pikërisht pretendimet e tua nuk do të shkojnë në një trues dialogu. Pse duhet ne të themi që kjo aleancë bën të dy subjekte të jenë konfliktual me njëri tjetrin? Për mua jo, se përderisa komuniteti çam dhe komuniteti grek ka pretendime, ato pretendime duhet të zgjidhen në rrugë diplomatike, që në asnjëherë në historinë e saj Partia Socialiste që qeveris vendin nuk ka guxuar dhe me aleancë me Partinë e Drejtësi, Integrim dhe Unitet me komunitetin çam të shkojnë në rrugë diplomatike të zgjidhin problemin e çamërisë. Se ka bërë kur Partia Socialiste? Sepse pikërisht Partia Socialiste ka tentuar që mos ketë përfaqësim në parlamentin shqiptar as komunitetit grek që vjen nga radhat e PVD-s, as nga komuniteti çam që vjen nga PDU-ja. Sepse ka tentuar, e ka bërë ashiqare këtë gjë. Dhe në prezencën e tij në Greqi që bëri Rama për të folur mirë për grekët, për të folur mirë për çamët, nuk tha asgjë tjetër përveç se tha do bëjmë negociata, do bëjmë marrëveshjen. Pra edhe deti që fletet për Berishën edhe për Ramën, njëri e dha me vendim Këshillit të Ministrave dhe me qeverisin greke, tjetri e dha me një telefon edhe tha jemi dakord me ty që ti po hapesh edhe po shtohesh në Shqipëri shqyqyr që po na ushtove. Pra, Partia Socialiste me diplomacin, apo më mirë do të thoja me marrëdhëniet me ndërkombëtarët, punon shumë privatisht, mendon se akoma Shqipëria është parcel e Partisë Socialiste. Është e gabuar kjo gjë. Dhe aleanca e Partisë PVD-1 dhe PDU në një koalicion tregon qartazi diçka që shqyqyr që do vim në një kompromis që të futet në një vijë dialogu, negociata dhe pse jo marrëveshje për të zgjidhur një problem, një konflikt që mund të ishte zgjidhur me kohë, por ama çfarë kërkon? Kërkon iniciativë politike që të arrihet dialogu diplomatik, se nuk besoj unë që dialogu diplomatik do arrihet nga Sali Berisha si kryetari i Partisë Demokratike. Unë besoj se dialogu politik dhe diplomatik arrihet me një Sali Berisha kryeministër, me një Shpëtim Idrizi ministër i jashtëm dhe urdhro shko negocio, sepse në rast se ti e merr rastin e çamëve si një pjesë të politikës tënde, normalisht ke edhe një rast tjetër brenda kësaj, komunitetin grek. Se edhe greku do të mbrojë komunitetin e tij. Nuk është komuniteti i tij vetëm ata të cilët i quan ai grek nga pjesa ku është minoriteti, por për grekët janë të gjithë njësoj kush ka edhe shtetësinë greke. Pra, ai do të mbrojë po prap qytetar shqiptar. Sepse qytetarët shqiptar mund të kenë 2 shtetësi, 3 shtetësi të tjera. Pra, nuk e kuptoj pse ne duhet ta bëjmë kaq konfliktuale kur kjo, ose më mirë, këto çështje mund të zgjidhen në rrugë diplomatike dhe të mbarojmë një herë për fundim në këto situata që na kanë krijuar këta. Sepse për Partinë Socialiste
mos qenja e dy forcave politike në një koalicion i jep të asajt vota, por këto parti duke qenë në koalicion, çfarë fitojnë? Fitojnë dinjitet, sepse nesër do shkojnë të përballen si pushtet në rast se bën pushtet për të përfituar për antarësinë e tyre, për njerëz që ata përfaqësojnë dhe mbrojnë kauzat e tyre, sepse ne duhet ta dini edhe ta keni parasysh, partitë politike nuk përfaqësojnë një komunitet, që është ndaluar në kushtetutën tonë, prandaj këto dy komunitete përfaqësohen me emra të përgjithshme. Pra, komuniteti grek përfaqësohet nga një parti që quhet Drejtësi, pra për të drejtë e njeriut, ndërsa komuniteti Çam përfaqësohet nga Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet, sepse ne në kushtetut nuk njohim përfaqësimin me pra fjalit të posaçme komuniteti grek, nuk i njohim ne kështu. Duhet jetë i përgjithshëm sepse ata përfaqësojnë gjithë qytetarët shqiptar, pavarësisht se je grek, je shqiptar, je amerikan, je të një pakice të posaçme në Republikën e Shqipërisë, për kushtetutën tonë, çdo subjekt politik përfaqëson të gjithë qytetarët. Pse Berisha po ashtu edhe Rama nuk e kanë zgjidhur dot çështjen Çame, po ndërkohë edhe ligjin e luftës të cilin Greqia vazhdon ta mbajë në fuqi, por nga ana tjetër, sa ka pasur interes Greqia, po të përmendim këtu rastin e detit, menjëherë janë vënë në shërbim të Athinës zyrtare. Si mendoni, kush mund të jetë ai politikan dhe çfarë do duhet bërë në këtë drejtim për ta zgjidhur një herë mirë si çështjen Çame ashtu dhe ligjin e luftës? Së pari, për sa i përket ligjit të luftës, duhet keni parasysh që ai dekret i mbretit asaj kohe është anulluar me një dekret tjetër dhe pastaj në 1974 është anulluar nga referendumi popullor që në Republikën e Greqisë nuk njihet mbretëria dhe në atë moment njihet vetëm Republika Parlamentare Greke, që do të thotë ligji i luftës është thjesht për një konsum të brendshëm nacionalist, që është thënë tek qytetarët shqiptar me vite që ne qytetarët tanë jemi me një konflikt me Greqinë sepse Greku nuk e ka hequr. Jo, kjo është hequr, madje kjo heqje ka ndodhur edhe me antarësimin ton në NATO, sepse rasti kryesor është që dy shtete aleate nuk mundet brenda NATO-s të bëjnë luftë njëri tjetrit, ose të dyja ikin, ose asnjëra nuk i bën luftë njëra tjetrës. Thjesht kjo ka mbetur thjesht sa për një konsum të brendshëm nacionalist, i cili kupton qartazi që është thjesht për përfitime elektorale dhe të nxjisë disa individ të pa mësuar për realitetin dhe historinë politike dhe ushtarake dhe për sa i përket legjislacionit të shtetit tjetër, që ata të kenë ende sot, për shembull ne jemi në 2025-s, ka njerëz që besojnë akoma që Enveri do ringjallet. I ke, është fakt konkret që tjetri në shtëpinë e tij akoma mund të mbajë edhe shqiponjën ton me yllin sipër, po s'ke çati bësh, është zhvillimi, po nuk u zhvillu, s'ke çati bësh, ikën tufin ose në sharr me atë mentalitet, nuk mund ta ndryshosh dot. Prandaj ka edhe individ që besojnë akoma që Zoti mund të jetë midis nesh, po ka edhe individ që thënë që unë nuk merrem me Zotin sepse unë besoj se është një mister, dhe atë mister e lej që të më shfaqet atëherë kur unë e besoj. Por nuk mund të merrim me këtë rast sepse çdo rast i tillë kërkon një studim të posaçëm. Për sa i përket një rrugë zgjidhje, unë mendoj që për të gjitha konfliktet që mund të kemi me Greqinë, ne do t'i zgjidhim si popull në rrugë diplomatike me detyrim në momentin e integrimit në Bashkimin Evropian. Pse e them te rast? Marrim shkak Maqedoninë,
që ne e kemi cituar gjithmonë Maqedoni, Greqia e citonte Fyrom. Pra, në asnjë moment nuk i kishte dhënë emrin Maqedoni. Pas një marrëveshje shumë të madhe politike, arritën në një moment të dy vendet që të Fyrom të quhet Maqedonia e Veriut dhe çdo gjë të zgjidhet me integrimin e atij vendit në NATO. Edhe tek ne kështu do të ndodhi zotëri. Pse? Sepse Bashkimi Evropian nuk pranon integrim në Bashkimin Evropian duke patur komunitete të ndryshme me pretendime pa u dhënë rrugëzidhje diplomatike. Në rast se ne do të shkojmë në Bashkimin Evropian, do greku, nuk do greku, do shqiptari, nuk do shqiptari, do amerikani, nuk do amerikan, do europian, nuk do europiani, çështjet sensitive që kanë të bëjnë me pretendimet të komuniteteve të ndryshme, do të diskutohen në truez dhe nuk mundet kurrësi të paragjykohen. Pra, nuk mundet kurrësi të thotë Greqia nuk e pranojnë këtë komunitet. Greqia mund të thotë, unë pranoj të diskutoj, këto janë kushtet e mia, të dëgjoj kushtet e tua. Por, më fal, 34 vite, kush nga këta ka bërë kushtet tek Europa dhe tek amerikanët? Asnjëri. Prandaj unë besoj që ky koalicion që u bë dhe shpresoj që zoti Idrizi dhe zoti Dule të jenë serioz me njëri tjetrin dhe të pretendojnë për të drejtat e komuniteteve që ata përfaqësojnë. Në rast se ata dështojnë nga kjo marrëveshje, në rast se marrin pushtetin dhe marrin karriget dhe pastaj harrojnë komunitetet e tyre, sigurisht që përgjegjësia është e Dules dhe Idrizit dhe nuk ka më faj asnjë tjetër përveç atyre që kanë votuar këta të dy duke trahtuar kauzat e tyre. Është shumë e qartë çfarë tjetër duan të bëjnë. Pra, mos më dali pas 2029 Idrizit duke më fol për një komunitet që në fund fare ai ka marrë pushtetin, ka qenë afër pushtetit dhe të më thot mua që shiko fajin e ka Greqia. Çfarë faj ka Greqia? Kur ti ke nejtë karrike dhe ke flet aty 4 vite dhe ke harruar çfarë ke marrë dhe ku e ke marrë. Kjo është edhe për zotin Dule. Nuk mund të thuash pretendimet e minoritetit tat dhe rrin karrike 4 vite, pastaj kujtosh pas kam edhe një minoritet, hajde po zgjojmë nga gjumi edhe po shkojmë po e mbrojmë edhe këtë minoritet. Pra, nuk mund ta shikojmë gjithmonë çdo gjë që na serviret ashtu si na serviret, pa e përpunuar dhe pa treguar dhe të bërë një analizë, një përpunim që aty ku është e lidhur ne të kemi mundësi ta zgjidhim në mënyrë teorike që në kuptimin ose më mirë në praktik të shikojmë a është e vërtet ajo që po bëhet për minoritetin apo është e vërtet për ata që të sigurojnë një karrike në parlament. Unë jam i bindur, si për PD-un, si për atë tjetrën partinë e të drejtave të njeriut, sigurojnë karrike në parlament. Jam i bindur për këtë gjë. Edhe sikur të ishin tek Edi Rama, këtë gjë kanë bërë. Kanë ikur nga një koalicion tek tjetri. U zgju pastaj raste çambe. Netën karrike 4 vite, flejti raste. Voto këta. Vritu njëri me tjetrin, shqiptari me grekun, jo, do marrim të do bëjmë atë. Kod. Ky tjetri, 300 vota në Vlorë, deputet ky, në listën e sigurt. Pra e kupton, vetëm karrike e tyre është, lerë këto konkurimet jo, këta zien se është Athina zyrtari, jo është Beleri në mes, jo kështu, po edhe Beleri, kur të vinë në Shqipëri si eurodeputet, në zgjedhjet e kësaj aleance madhështore, do të votoj PD-n, brenda vetë do ketë edhe komunitetin çam, që është PD-uja. Edhe sikur mos ishim në këtë kushte, përsëri ishim nga krau Partisë Socialiste, e njëjta gjë ka ndodhur në të shkuarën. Çfarë do rrim të hapim tani historikun, e të shikojmë sa histerik kanë qenë këta, duke u tallë me komunitetet e tyre, me ata që përfaqësojnë vetëm që të kemi emrat e këtyre të dyve në listat e të kemi deputet, profesioni i tyre deputet, pa elektorat, po janë deputet. Thjesht në ngrej një kaos. Ngrej
Ne do haçajmë këte, do t'i bëjmë këtyre me fol me vete kështu që të budalliqe. Se asnjëherë nuk e kanë marrë asnjë nga këta të dy rastet e komuniteteve të tyre në rrugë diplomatike për të mbrojtur interesat e atyre që përfaqësojnë. Asnjëherë nga këta. Vetëm deputet, vlla, të jenë me datën 11 maj këta deputet, as merren më qa ka problem, thjesht bëjnë disa inaugurime, bëjnë disa përkujtimore, ata të tjerë vuajnë nga përkujtimorët sepse e kanë vuajtur rastin e tyre ashtu siç e thënë, dhe këta thjesht tallen me këta, dhe në fund fare këta të shkretët futen në listë aty, edhe marrin karrigen e deputetit dhe 4 vite harrojnë, edhe kur vjet 40 ditëshi kujtohen për të folur prapë për histerizma dhe jo për historikun, jo për pretendime, jo për negociata, sepse ata janë aleat të histerisë. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë thirrje për protestë më 15 mars pas vendimit të marrë nga qeveria shqiptare për mbylljen e TikTokut. Si mendoni, kjo protestë e thirrur nga kryetari i Partisë Demokratike është një mënyrë për të fshehur datën 15 mars që përkon edhe më përvjetorin e tragjedisë së Gërdecit, atë të 15 marsit të vitit 2008? Jo, unë mendoj se është diçka tjetër, është një ftesë, një ofertë për brezin e ri që të njohin Sali Berishën. Pse e them këtë? Sepse njoftimi ka dalë edhe në TikTok, gjithë të rinjt e kanë parë Sali Berishën, e kanë dëgjuar, e kanë kuptuar që ky që ka një kryetar partie, sepse duhet keni parasysh diçka, mund të duket e çuditshme, po janë shumë të ri dhe nuk e din çfarë rol ka Sali Berisha në politikën shqiptare, dhe janë shumë të ri të cilët nuk shikojnë lajme, thjesht dëgjojnë, po nuk e kuptojnë çfarë do të thotë në realitet, se duke qenë i mitur, kërkon një përpunim të gjatë pjekurie që të kuptosh ashtu siç është realiteti, jo të kuptosh realitetin në nivelin e emoshës tënde, sepse është e sigurt kjo gjë, sepse të gjithë ne e kemi kaluar, që kur kishim moshën e të mitur, normalisht kur na thonin disa emra, as e kishim haberi çfarë bënin ata njerëz. Por në rritjen tonë pastaj kuptuam si zhvillohet politika, kush janë aktorët politik. Pra, me ftesën Berisha bën një ftesën ndaj të rinjve, i tregon të rinjve që se si bëhet puna jon, politika jon, qeverisja jon, duke ndërgjegjësuar të rinjt për të ardhur dhe për të atashuar brenda Partisë Demokratike. Nuk ka të bëjë me Gërdecin, sepse ti merr vetëm 2 televizione që janë televizione qartazi orientim të Partisë Socialiste, aty ti e kupton qartazi që Gërdeci ose 21 janari ose afera e Partizanit është çdo ditë, në çdo lajm, në çdo flesh, dhe madje aty ku gjykata nuk ekziston apo prokuroria për ta hetuar, hetojnë këta në studio me analistë të mirëfill, të cilët janë të papagushëm, janë thjesht angel, janë thjesht shenjtor dhe flasin për Gërdecin, 20 janarin, Sali Berishën, qeverisja e Edi Rama, fajin për çdo gjë në Shqipëri e ka Sali Berisha. Prandaj nuk mendoj se është një shmange. Ajo gjë dihet qartazi, qëndrimi i Sali Berishës, çfarë do të tregoj. Pra, një komunikim, një protest, një revolt që unë jam kraj jush, unë po t'isha kryeministër nuk do ta mbyllja TikTokun, ndërsa armiku juaj është Edi Rama dhe ai do të ju izolojë. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama ka reaguar për një ngjarje që ka të bëjë me monumentin e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeut, i cili është mbuluar këto ditë në qendër të Tiranës, dhe shumë njerëz e kanë komentuar atë si një fyrje që i bëhet kësaj figure, dhe ashtu siç deklaronte edhe vet Rama, kanë hedhur mallkime për tradhti kombëtare. Tani një pyetje që lind natyrshëm, kaq të mbaruar i ka institucionet e vendit kryeministri, dhe saqë nuk japin dot një shpjegim se çfarë ndodh me monumentin e heroit kombëtar në mes të Tiranës, pasi sipas Ramës ai është mbuluar pasi një grup ekspertësh po i marrin matjet për një kopje që do të vendoset në Paris. Tani është e gjërë kjo situatë, pra derisa kanë ardhur ekspertët, normalisht këta duan të punojnë me mister.
duan nuk e di të masin kalin, të masin parametrat, çfarë të them, sipërfaqen. Këto thjesht janë çfarë të justifikime që edhe ne që t'i bëjmë një koment nuk ka më vlerë. Dihet qartazi që është bërë një skandal para shumë kohësh kur besimtarët musliman kanë falur atë festën e tyre të namazit, mos gaboj, diçka të tillë. Kanë mbuluar Skënderbeun sepse disa fanatik ekstrem, këte agjerojmë, këte gropën e bëjmë tjetrit, për gjithsesi është gjë tjetër kjo, kanë menduar që duke u falë në ato momente aty përpara, janë falur përpara kalit. Tani jemi shqiptar dhe në momente kur jemi fetar, jemi nga Saudia Arabike, nuk e di. Për mua kjo gjë më bën të imagjinoj gjëra ekstreme. O jemi shqiptar dhe themi që jemi shqiptar, pavarësisht çfarë ne besojmë. Pra, nuk mundet pse jemi shqiptar, se shiko tani, t'jemi realist diçka. Ne 45 vite fen dikush na e fsheu. Enver Hoxha. Dhe ti në 1990 në vazhdim, fen përsëri e more, e frifute në lojë, në fush, haptas, dhe nuk kuptove diçka si qytetar. Feja është besim individual dhe nuk quhet besim kombëtar. Në krahasim me vendet e tjera. Se ne në kushtetut nuk prekim Zotin nga ana fetare, por besojmë në Zot. Se në Zotit nuk japën dimension as juridik, as politik. Sa i ka aspektin fetar. Dhe kur falesh ti, duhet pjesërisht të thuash jam shqiptar, jam patriot shqiptar, jam nacionalist shqiptar, i mburrem për shqiptar, dhe kur falesh ti të kujton pastaj që ai kali aty që ka me një orientim tjetër, pas ka një emër tjetër, që mund mos jetë musliman, po ka qenë diçka tjetër, po është shqiptar në të njëjtën kohë. Por ti ke një problem se besimin e ke andej nga vendi i Arabisë. Tani mua nuk më shkojnë këto gjëra. Tani të jetë matje, mos të jetë matje, të jetë për një komunitet i cili do të falet pas një kohe. Nuk do të jetë, për mua këto gjëra kanë të bëjnë me cenim të dinjitetit ton, të vendit ton, të jetesës ton fetare. Ne kemi një ndër gjërat më kryesore në Shqipëri që se kanë vendet e tjera, kemi harmonin fetare, sikur ta kishim në politik do ishte akoma më bukur, dhe këto pretendime ose këto mbulime nuk sjellin asnjëherë gjëra të mira për shëndetin e të gjithë qytetarëve shqiptar. Nacionalistët, apo më mirë, ata të cilët bëjnë sikur po bëjnë diçka fetare dhe në fund fare nxjerrin atë fytyrën e vërtet, ne duhet të i distancojmë dhe t'i heqim nga jeta jonë. Por ne duhet të respektojmë të gjitha ato komunitete fetare që respektojnë historinë e Shqipërisë, trashëgiminë e Shqipërisë, dhe nuk e lidhin në raport me a ka qenë Skënderbeu, Gjergji apo Jorgo, apo ka qenë ortodoks, katolik apo musliman. Kemi një qartësi. Nuk lidhet historia jonë me një komunitet të veçantë fetar. Po, mund ta lidhim edhe me komunitetet e tjera fetare. Por, pikë së pari është Shqipëria dhe pastaj vijnë komunitetet fetare. Të ndalemi pak në atë që po trondit botën sa i përket politikave të Donald Trump kundrejt Europës, kryesisht duke qenë se Ukrainën pothuajse e ka lënë të vetme përballë Rusisë, duke ndaluar ndihmat ushtarake, por edhe duke ndërprer informacionet e inteligjencës. Nisur nga ky lloj raporti që ka ndërtuar Donald Trump, sa rrezikohet Kosova
ku Serbia mund të marrë zemër prej Rusisë dhe në këtë rast ka dalë në skenë edhe një opsion tjetër ku Elon Musk ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të tërhiqen nga NATO. Dhe duke e marrë gjitha këto element, a duhet që Shqipëria të rrisë nivelin e armatimit të saj në një skenar të mundshëm që Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të braktisin NATO-n? Shqipëria duhet të vendosi shërbimin ushtarak me detyrim për të gjithë të rinjt nga mosha 18 vjeç deri në moshën 32 vjeç. Sepse vendi ynë duhet gjithmonë të mbrohet nga çdo armik. Armik nuk është vetëm një shtet që mund të jetë ngjitur me ty. Armik është edhe një shtet i cili është shumë larg teje, por sot teknologjia e tij është më e mirë se e jotja dhe ti nuk mund të mbrosh veten tënde duke pritur nga toka në ajër çfarë do të vinë në kokën tënde, apo duke pritur çfarë do të ndodhi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a ka një biznesmen president apo ka një politikan për president. Sepse në fund fare ne mund të jemi pjesë të NATO-s, por ne kemi duhet të kemi patjetër një ushtri e cila duhet të mbroj sovranitetin, sepse pse jemi vend sovran. Se në rast se mos ishim vend sovran, do të ishim një pjesë e Shteteve të Bashkuara dhe do të quheshim Shteti 51. Por nuk ndodh kjo gjë dhe nuk mund të ndodh kjo gjë sepse ne duam të shkojmë në Shtetet e Bashkimit Evropian. Shqipëria gjithmonë ka qenë aleante më e mirë e Amerikës dhe Bashkimit Evropian, sidomos të Amerikës. Ne nuk kemi kapacitetin momentalisht të mbrojmë kufit tona, por edhe Europa nuk ka kapacitetin për të mbrojtur vetë ajo kufit tona, pra të Bashkimit Evropian. Por goditja për Bashkimin Evropian nuk ka ardhur në 2025-ën. Ka ardhur në 2001-shin, ka ardhur në 2004, ku në Selanik dhe në Athinë u zhvillonte një komision dhe një këshill i madh të Bashkimit Evropian dhe propozimi i presidencës së Greqisë në Bashkimin Evropian të asaj kohe tha shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që është momenti i diskutimit të një ushtrie europiane, siç është NATO, të konkurojë. Të gjithë vendet filo-amerikane, Franca dhe Gjermania, si gjithmonë, filo-amerikane, bashkë me Anglinë, me njëherë këtë tezë hollën direkt duke thënë që ne jemi aleat të Amerikës dhe NATO-s. Por në ato kohë, në ato vende atëherë u qeverishin nga njerëz që atëherë kishin integritet dhe nuk ishin marionete dhe nuk ishin qenë, e kupton? Ishin lider, kishin emra shumë të fortë në Bashkimin Evropian. Nuk flas unë tani për Ursula von der Leyen apo ai Costa që është Bashkimit Evropian që as e din ku është, çfarë po bën aty, se as e kanë haberin. Por flas me njerëz që kanë qenë në atë kohë, Jacques Chirac, njerëz që kanë qenë me integritet ku qeverishin atëre, që atëre në atë kohë kishe një luftë të rëndë që ndodhte në Irak, në Siri, në Afganistan, për mbrojtjen e interesave të shteteve të mëdha. Por sot, në këtë situatë që jemi, do të jetojmë me një anomali, me një paqëndrueshmëri, e cila na sjell patjetër detyrimin qytetar. Jo aleat, qytetar. Si mbrohemi nga e keqja me vetmbrojtje? Kush e bën vetmbrojtje? Institucionet legislative. Si bëhet? Nëpërmjet ndërmimit të një kushti, shërbimi ushtarak që të rinjt tonë sot mos të mendojnë arratisjen. Pra,
shërbimi ushtarak nuk është që të bëj tullac edhe të marr natën e të çojë atje edhe paraqitur. Jo, është një disiplinë që të kuptojnë të rinjt tanë që Shqipëria nuk është vendi që nuk zgjen zgjidhje apo nuk gjen shpresën. Është vendi që ti krenosh je shqiptar. Kjo gjëja që bëm 18 vjeç, marr pasaportën, edhe iki nga Shqipëria duhet të mbarojë. Shqyr që doli ky biznesmeni i X-it, thot disa gjëra që janë pallavra, janë gjëra të cilat të përcjellin destabilitet, dhe ne duhet këtë gjë e di si ta bëjmë kështu. Menjëherë ndalimi i largimit të rive nga Shqipëria vjen me disiplinë. Zotëri, do shkosh bësh shërbimin ndaj atë dheut, do mbrosh atë dheun, jo pse duhet të dali Elon Musk të thotë që nuk dua NATO-n, edhe Trump të thotë ikim nga NATO. Jo, këtë ne e bëjmë për arsye të vendit tonë. Pse çfarë prisni ju? Të dali Ursula von der Leyen e të thotë bye bye NATO? Po e tha ajo NATO, unë them bye bye Europa. Kur ti nuk je aftëm të rish në NATO, atëherë ti s'qega se aftëm të rish në Bashkimin Evropian. Këto thjesht janë situata që kanë stisur vetë këta për të përfituar një aleancë apo një shkelje syrin me Rusin, sepse Biden i bërë qërap gjitha me Rusin, duke bërë si ku përbrojnte Ukrainën. Ukraina normalisht do të futet në një situatë të komunikimi me Amerikën, nuk do të kemi destabilitet në Kosovë, sepse Gjermania dhe Franca do luajnë shumë me gjyqin në Hag, sepse Kurti do të shkoj atje, se mos të shkoj atje do t'i vi Fugoni aty si eri Thatchit, e tha, hajde tani se kemi të bëjmë disa pyetje se ne vendosim për ty. Prandaj, unë them që Kosova nuk është në momentalisht në rrezik, sepse në Serbi kemi një kërcënim të brendshëm që opozita do të marrë pushtetin dhe normalisht Vučići në këtë momente nuk kërkon të bëj luftë as me Kosovën, as me Shqipërinë, as me Europën, sepse Europa në këto momente është duke u mbledhur për veten e saj. Pra, gjithë kjo situatë e cila është tisur kërkon rikthimin e sovranitetit. Pra, Elon Musk edhe Trumpi nuk thënë që ne do ikim. Ai çfarë i thot? I thot, orë vende, unë po ju them këtë, shikoni përpara sovranitetin tuaj, fuqizoni ushtrinë tuaj, sepse duke netur qyll në një aleancë kur nuk po jepni diçka, është e kot, më mirë ato lek jepni vendit tuaj, dhe në fund fare ne ju ulim kostot e antarësimit, se sa ju vini kot sa për me bëj një foto me taku presidentin e Amerikës. Sepse t'jemi realist tani, në Ukrainë, Shqipëria që ka që, ku kemi në armatime? Më falë tani. Edhe si kur të kemi armatime? Kemi 97, ne jemi 2025. Si do vrasja i me Kalash, që Kalashi nuk punon së është i kualiduar, apo s'kan kualidim armët, ku do shkoj aje? Po fishekët, si do t'i marrë aje? Pra do të thot që të gjitha këto do bëjmë borxhe duke i dhënë Ukrainës. Dhe normalisht Ukraina duhet të futet tani në një situatë që të gjejë gjuhën e përbashkët edhe me Rusin, e kuptove edhe në rastin që thamë përpara për PBD-1 edhe PDU-n. Vrasje ka ndodhur, por asnjëherë nuk do të shmangesh debati, negociatën dhe marrëveshjen në fund fare. Se këto janë 3 pikat kryesore që lidhin për çdo vend, Kosovën, Serbinë, Shqipërinë, Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuar, NATO-n. Çfarë është? Pretendimi, negociata, marrëveshje. Janë pikat kryesore të diplomacisë së jashtme. Të gjitha këto
Trumpi po risjell në skenë një mesazhi që ju vendet anëtare nuk paguani, sepse unë nuk mund t'ju marr qyl më juve. Dhe ajo tjetra, që unë nuk ftoj të gjithë shtetet anëtare të NATO-s të marrin pjesë. Po asnjë s'na thot këtu. Pse Rama nuk merr pjesë dhe na del të sy në sy që i thot qytetarëve shqiptar. Pra, po t'ishte Biden i Rama do ishte pari të Këshillit të Evropës aty, Albania. Të duhet Albania, ndryshum Albania bërë. Se këto janë mashtrime, a kupton? Ne mashtrojmë veten përpara. Trumpi thot, zotri, mos e mashtroni më veten. Linja ime është kjo, le çfarë thotë shtetet kështu, Departamenti Amerikan i Shtetit. Nuk më intereson këto gjëra. Por linja ime është kjo, që ne duhet të mbrojmë patjetër vendin ton, sovranitetin ton, lekët tona dhe mos t'i bëjnë të tjerët të lekët tona, mos t'i bëjnë rushe kumbla, shumë e thjesht, shumë shqip s'ka kjo, kjo. Zoti Zhlima, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj për ftesën dhe uroj që vendi ynë të shkojë drejt zgjedhjeve, inshallah zgjedhjet të realizohen dhe patjetër të kemi një qeverisje të gjerë me aleancë, me koalicion të gjerë, sepse Shqipëria duhet patjetër të antarësohet në Bashkimin Evropian. Faleminderit shumë për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.